Dhe ashtu i morën votat, ashtu erdhën duke thënë që ne do të vim për t'ja kthyer dinjitetin e humbur Maqedonasve, që në thelb ka urrëtien, ka krizën. Do të thënë prej aty dukej dhe fakti që mori gjithat mbështetje nga populli, tregoi që edhe populli ja mbaj ka ison këtij qëndrimi. Dhe doli ndoshta jo më njëherë, por secili që lexon mes rreshtave kuptoi që një urrëtie po gëlon brenda dhe do të shpërthej dhe shpërtheu institucionalisht, sepse filloi tani goditja të rrudhet gjithçka që ishte arritur deri më tani. Jo të bëhet përpjekje që të çohet në një stat më të lartë edhe njohja e kulturës së tjetrit, edhe me njohjen vjen edhe dashuria, por përpiqen ta kthejnë edhe atë që është arritur, duke krijuar kriza njëra pas tjetrës, sepse fatkeqësisht qeverisja si e mirë ose e keqe është në qoftë se shkilen ose nuk shkilen shqiptarët. Do të thënë të imponohet kjo.